I lindur si një projekt industrial në zemër të Shqipërisë, Poliçani për dekada me radhë ishte simboli punës dhe rinis. Themelimi i tij lidhet ngushtë me ngritjen e uzinës mekanike, një ndër më të rëndësishmet e kohës, e cila u kthye në motorin kryesor të zhvillimit ekonomik dhe social të zonës. Në vitet e saj të arta, kjo uzinë të rishte mira të rinj e të reja nga e gjithë Shqipëria, të cilët vinin për një jetë më të mirë, për punë të qëndrueshme dhe për të ndërtuar të ardhmen e tyre në një qytet që rritej çdo ditë. Mbyllja e uzinës mekanike shënoi një kthes të fortë për qytetin. Shumë familje u detyruan të largohen në kërkim të mundësive të reja, fillimisht drejt qyteteve të mëdha dhe më pas jashtë Shqipërisë. Sot, në vitin 2026, Poliçani përballet me një realitet krejt tjetër. Qyteti, që dikur mburej me rinin, sot duket i poshatisur. Ka një uten njëzën për që është shpitë vosja. Ska të cëmë. Po për që shka? Po shka punë. Për punë, vetë për punë. Që gjatë kemi të rrëllë të mjë. Punë shka. Po do të njëri po s'punoj ku do shjetë. Përgjithsisht, banorët e Poliçanit me qaj sigurojnë një pjesën e tyre. Po e që ku shka në i qunë në grim, ku shka në i një qunë, edhe ca që janë punë. Këtu dalë dhe këta ja hiqë. Shumë dhe njëtë ka nikur, s'ku gjithë qunë atë rinjë. Që atë rihtu s'ka, ka një kupter. Të rinjt janë të pakt dhe mungesa e tyre ndihet kudo në qytet, në rrugët e tij, sidomos në